Pa dyshim që ne do ta kthejmë edhe ne do ta avokojmë derisa kjo vepër infrastrukturore që është shërbim të gjithë Republikës, por në këtë rast edhe në shërbim të Shtimës, sepse ja rikthen pozitën gjeostrategjike e Shtimës. Kjo një pjesë e bukur Kjo është sheshja me Shtimja. Ky është sheshi i ri. Ky është shesh që është kështu siç është bërë para se të vijë unë në okay. Lumi Shtimjanja ndërkohë kalon përmes sheshit, domethënë sheshit ne jemi në duke investuar në sheshin. Ne po menoj në shtratin e Lumit Shtimjanja për gjatë gjithë gjatësisë së tij dhe normal që do ta rirregullojmë shtratin e Lumit, po edhe do ta ndryshojmë pak edhe sheshin. Se shihet që janë edhe këto shtyllat elektrike. Rirregullimi i shtratit Lumit çka do të kupton? Rirregullimi i shtratit Lumit do të ndryshohet forma, do të jetë pak a shumë i ngjajshëm sikurse shtrati Lumit në Deçan. Pak a shumë është ai projekt këtu në qendër, po edhe do të trajtohet i gjithë gjatësia prej fshatit Mollopolc edhe Petrov, Reçak, Shtime e deri në Vojnovc, sepse sidomos fshatrat e rrafshit ky lum i ka përmbyt 2-3 herë në vit. Dhe tashti në përvendbanime, aty ku kalon në përvendbanime do të bëhet shtrati me gurë dhe me beton, ndërsa në pjesën që s'ka vendbanime edhe me norma të ambientalizëm nuk lejohet. Do të hapet edhe do të mirëmbahet. Çfarë kujdesi ka në drejtimin e pastërtisë së lumit? Sa ka për kujdesi të tillë? Që nga rrafshi i derdhjes ujrave të zeza eventuale deri tek kujdesi njerëzor i cili dolën në zemër kryetar, siç e kanë parë nëpër komuna të tjera mungon në mënyrë drastike. Kjo është e vërtetë. Është e vërtetë, kushtojmë ne nuk jemi të kënaqur me gjendjen e ambientit në përgjithësi edhe të shtratit. Kjo është komplekse. Përshëndetje, kjo është edhe mungesa e vedijes, kjo është mungesa edhe e efikasitetit të kompanisë rajonale për menaxhimin e mbeturinave, po edhe e sigurisë, e institucionet të sigurisë që është policia edhe inspektorati, po besoj që çdo ditë po bëhet më mirë. Ne kemi themeluar edhe kompaninë komunale, domthonë ekosistemi, që veç e regjistruam si kompani edhe jemi në fazën e shpalljes së vendeve të punës për punëtorë dhe po besoj që prej vitit tashëm ne do të pastojmë. Pësedore Miradije, përshëndetje, qofshi mirë. Mirë, faleminderit. Respekt, qofshi mirë. Faleminderit. Edhe besoj që po shtojmë kapacitete për me e ndryshu këtë realitet që edhe në Shtime edhe në gjithë Kosovën nuk është shumë në nivel. Çka ka Shtimja si pjesë qendrore? Është kjo pjesa që qarkulluam? Kjo që qarkulluam është ajo pjesa që quhet Old City, domthonë pjesa e lagja më e vjetër edhe qendra e Shtimës. Dhe mendojmë këtë pjesë me trajtu, siç thash, me një pak mënyrë më të veçantë, domthonë për shkak edhe specifikës, edhe qyteti i Shtimës daton është si me thonë vendbanim i lashtë. Është 700-800 vite vendbanim. Këtu ku jemi jetojnë dy fise, dy familje të mëdha, këtej janë Hysiqt, familja Hysiqve, këtej janë familja e Molla Hysenve, dhe ata kanë edhe dëshmi që këtu janë ngolitur më shumë se 700-800 vite. Më shumë se 700 vite. Edhe Gryka Caraleves edhe Shtimja edhe në për librat historisë daton domosdoshmë si vendbanimet lashta. Që mos harrojmë që Shtimja dikur ka qenë pjesë e komunës së Ferizajt, në historinë më të re, po e quaj kështu. Po, ka pas raste që ka qenë me Ferizajin, ka pas raste që ka qenë edhe si me thonë qytet zonë administrative e veçantë, po që ne bëjmë pak shaka që Kasaniku dhe Shtimja e ka themelu Ferizajin. Ju e dini që 150 vite i ka histori themelimi i Ferizajit dhe ajo vjen si efekt i ndërtimit Hegurudhës, Mitrovicë-Shkup. Absolutisht po. Do të flasim për çështje tjera, do të flasim për ujin e pijes, për shumë çka tjetër, por do ta ndrojmë pak lokacion, do ta shohim pak edhe si duket Shtimja, edhe si funksionon edhe nga larg, po si funksionon me makinë, edhe do të shërbehemi në disa lokacione. Qëndroni më tutje me ne. Faleminderit.